Zoti kryetari i kuvendit, me që parë nuk ma dhe fjallën për të konsumuar minutat e mia për t'ju përgjigjur Sali Berishës për akuzat që bëri, të paktën të kërkoja edhe ndjesën me mikrofon se t'ula gradat që ke, dhe preferove që në vetë ndjesës publike timës me mikrofon të dominoj cinizmi ytë me mikrofon. Dua të kujtoj se fuqia e ndjesës dhe pa mikrofon është shumë më e fortë se sa cinizmi i kujdo në raport me kolegët këtu në këtë sallë. Unë e njoh rregulloren e kuvendit, zoti kryetari i kuvendit, edhe për shkak të përvojës time si deputet, edhe si kryetari i Komisionit Ligjeve, dhe kur ka çështje për diskutim me minutazh të përcaktuar, sigurisht nuk lejohet replika, por ama e drejta për të ndryshuar radhën me kolegët e mit grupit parlamentar në mirëkuptim me kolegun dhe me mirëkuptimin tuaj si kryetar kuvendi, ekziston sipas rregullorës kuvendit. Por ju nuk e patët këtë mirëkuptim dhe ke mirëkuptimin tim të plot, sepse nuk është kollaj të përballësh me një politikan si Sali Berisha, një dinosaur politik si Sali Berisha, që ka 40 vjet që mbijeton në politik me mjetet që ditë përdor më mirë. Intrigën, presionin, baltën, shpifjen, shantazhin, shto tani në fund edhe gradën shkencore non grata. Dhe se që të përbalësh me këtë lloj politike, sigurisht nuk të vjen ndihmë rregulloria e kuvendit përveç se rregulloria jote.